Shtëpia ishte zhytur në atë heshtje të rreme që vetëm në ata dita krijoi. Dritat e zbehta linin hijet të zgjateshin në përmure, ndërsa frymëmarrjet e banorëve përziheshin me zhurmat e vogla të një shtëpie që kur nuk fle plotësisht. Alba flinte. Jo një gjumë i thellë e i qetë, por ai gjumi i lodhjes emocionale, ku trupi pushon ndërsa mendja ende diku larg. Ajo ishte kthyer pak anash, flokët i binin mbi fytyrë, duart i kishte mbledhur pranë kraharorit, sikur edhe në gjumë kërkonte mbrojtje. Në atë moment, ajo nuk ishte banore e Big Brotherit, nuk ishte figurë publike, nuk ishte pjesë e një loje. Ishte thjesht një vajzë që flinte. Lëvizjet e labinotit u ndjen më shumë se sa u dëgjuan. Hapat e tij të kujdesshëm nuk e fshehën peshën e pranisë. Ai u afrua, u ndal pranë shtratit. Një çast që zgjati shumë më tepër se ç'duhej. Pastaj, një dorë që u afrua drejt kokës së saj, një prekje e lehtë, por e mjaftueshme për të thyer çdo kufi. Trupi i Albës reagoi para mendjes. U drodh. Syt ju hapën me shpejtësi, frymëmarrja ju ndërprer për një sekond që ju duk si përjetësi. Ajo nuk pa fillimisht fytyrën, por ndjeu praninë. Dhe ajo ndjesi ishte frikë. Mos mu afro, o njeri, zëri i saj doli i qarë, i papërgatitur, por i fortë. Të lutem, largohu. Britma e saj e theu natën. Nuk ishte një britmë dramatike. Ishte një britmë instinktive, e pastër, një thirrje për kufi, për siguri, për respekt. Alba u ngrit menjëherë, zemra i rritë fort, duart i dridheshin. Syt i kishte të zgjeruar, jo nga zemërimi, por nga frika. Në atë moment, gjithçka ndryshoi. Dhoma nuk ishte më e qetë. Ajri u rëndua. Ajo nuk ishte më në gjumë. Ishte zgjuar në një realitet që nuk e kishte zgjedhur. Largohu. Bërtiti sërish, më fort. Mos mu afro. Fjalët e saj nuk ishin kërkesë. Ishin kufi. Ishin alarm. Ishin një jo i qartë, i prerë, i padiskutueshëm. Pas asaj nate, Alba nuk ishte më e njëjta. Jo sepse ishte e dobët, por sepse trupi dhe mendja e saj kishin përjetuar një shkelje të papritur të së. I guris. Gjumi që duhet të jetë strej, i ishte kthyer në vend pa sigurie. Heshtja që duhet të qetësoj, i sillte tension. Eseja e kësaj ngjarjeje nuk është thjesht përplasja mes dy banorëve. Është një reflektim mbi kufit, mbi pëlqimin, mbi faktin se afërsia nuk merret, por jepet. Se asnjë situatë, asnjë lojë, asnjë kamerë nuk e justifikon shkeljen e hapësirës personale të një tjetri. Reagimi i Albës ishte reagim force. Jo histeri. Jo teprim. Ishte reagim mbrojtjeje. Dhe kjo duhet dëgjuar. Big Brother është eksperiment social, por shoqëria matet pikërisht në këto momente, në mënyrën si i trajtojmë kufit e njëri tjetrit, sidomos kur dikush është i pambrojtur. Sidomos kur dikush fle. Ajo britme e Albës nuk ishte vetëm për veten e saj. Ishte një kujtesë për të gjithë, respekti nuk fle kurrë.